Gjithmonë është ndjenje veçantë të dalësh para masës. Gjithmonë është emocion super special. Dhe gjithmonë e kam ndjenjen se për herën e parë po dal para masës. Për nga kuptimi dhe pesha që e ka dalja para njerëzve, të cilët presin të marrin nga fjalët e Zotit, fjalët e profetit Muhammed, udhëzime për kohën e ardhshme, për kohën e tashme dhe të ardhshme. Edhe pse gjumën e kaluar mungova t'jem këtu, isha në qabën e madhnushme, mirë po mendja ishte këtu, te kjo xhami modeste, sepse shkove ku shkove, sa do gjëra madhështore që mund të pash të shijosh, të prekësh, më e mira mbetet e jotja, dhe kontributin më të madh mund ta japësh aty ku je ti, i obligum dhe me detyrë, dhe masa të presin për aktivitetet e ndryshme që janë apo që zhvillohen. Të dashurit e mi, fejnë e Allahut nuk arrin të mbartin dhe as të mbrojnë dështakët në fushat e qytetarisë apo qytetrimit apo inteligjencës njerëzore. Sikur që nuk mundin të arrin dhe të bartin llafazanët e botës së fshet dhe memencët e botës së dukshme, thot Muhammed el Ghazali, Allahu e mëshiroft. Fejnë e Allahut nuk e arrin të mbartin dhe të mbrojnë dështakët në fushat të ndryshme. Disa bëhen gardian, mirë, po ka dështu në profesionin e ti, ka dështu në misionin e ti, ka dështu në planët e tina, dhe po dështon në vazhdimsi, sepse nuk është dështim me dështu, dështim është me vazhduan në për dështime, pa ja dhonën ne menaxhim të mirë, pa u konsultu dhe pa e mendu dhe pa pas projekt të mirë. Islami nuk mund të mbrojnë këta njerëz, sikur që nuk mund të mbrojnë edhe llafazanët e botës së fshet. Kemi shumë njerëz që rrinë fshet, nuk duken para masës, para kamerës, mirë po janë llafazan të shumt, janë llafazan, sikurse dikush del publikisht, mirë po është memenc i botës së dukshme. Me qenë memenc i botës së dukshme, është rreziku më i madh. Çka e kemi fjalën për momentin memenc i botës së dukshme? Kur të dalësh para ekraneve, kur të dalësh para masës, mirë po je i papërgatitun. Ti bëhesh memenc, edhe pse njerëzit janë duke të përcjell. Nuk është qëllimi emni personal apo i përvetshëm me dal në skenë. Qëllimi kryesor është me arritën mesazhin e duhur të njerëzit e duhur në kohën e duhur. E dyta, dashurit e mi, të gjithë dietarët islam na thojnë se Islami është zgjidhja e vetëm. Zatën këtë frazë kanë fillu të përhapin edhe jo muslimanët të thojnë, vetëm Islami është zgjidhja. I kemi provu të gjitha sistemet, i kemi provuën që të gjitha çka na ka ardhur përpara. Mirë, po nuk kemi gjetë lumturi, nuk kemi gjetë qetësi, nuk kemi gjetë udhëzim për këtë botë dhe për botën tjetër. Islami është e vetmja zgjidhje.
por jo islami formal. Dhe jo fetarizmi i pamjes së jashtme, por islami në të vërtet në esencën e tina. Sot shumë flitet edhe bëhet punë, ama për dukje, në esencë ende nuk kemi hyen dhe ende jemi të mangë në esencën e islamit. Andaj dashurit e me, vëllezër dhe ju motra, islamit mos i hyni si përfaqësisht, në bazë, në esencë, në moment që ta kuptosh, do të veprosh. Në moment që nuk kupton, nuk ka mundësi të veprosh. Mund të veprosh, mirë po ma shumë shkatron se sa ndërton, se çështja e parë është të kuptuarit. Islamin, cilin islam? Të esencës. Islamin e dijes, punës dhe moralit fisnik. Ky është islami i esencës. Islami i esencës është me qenë pjesë e pandashme e librit, me qenë pjesë e pandashme e kontributit për libër, me qenë pjesë e pandashme në zbulime. Kur t'i flasmi dikujt për islam, nuk e kemi për qëllim me shkruajnë mihalla, me shkruan qysh prishet abdesi, qysh nëreshët abdesi, se kemi me bollëk. Veç a jeni për me lexuan. E kem për qëllim një musliman i këtij lokaliteti me qenë i shkencëtar. Ma ardh dikush e më na thonën, një xhamat i xhamisë Durrëve këtë vit o shpall shkencëtari i vitit. Në për kësi musliman kemi nevojë. Islami këtë e don. Kjo është esenca, dashurit e me. Islamin e dijes, islamin e punës, më të vlu koka nga tërminat, me qenë a i cili furnizon tjertë, me qenë që gjithë i kanë sytë kate. Njeri që thot poplin nga guri thot e nxjerr parën. Ky njeri i duhet muslimanve. Musliman që flan 24 orë, mos prit gjë do thot prej tina, sikur që na u duhet një besimtar me moral fisnik. Dashurit e me, mos t'i shkon mendja dikujna se moral, janë i moral shumë vetëm dikush që nuk ban prostitucion, nuk i ban do dukuri negative, kjo është i moral shumë. Jo, morali janë shumë i gjanë. Shumë është i gjanë morali. Sikur që edhe e kundërta e moralit është do thot shumë e gjërë. Islami esenca, islami i lirisë, islami që e çmon lirin individuale, familjare, shoqërore, islami që ju jep frymarrje të lirë të tjerëve, islami që nuk i bunkerizon njerëzit, islami që nuk i izolon njerëzit, musliman apo jo musliman, mirë po a jep lirinë e plot që të gjithëve. Islami i esencës, islami i demokracisë, dhe islami i drejtësisë sociale. Shumë është me rëndësi kjo. Shumë është do thot me rëndësi. Na sot flasmi për drejtësi, për gjykata, për rëndësi. O dashurit e me, për me qenë i drejt, du të me pas mekanizëm për me mbrojt drejtësien. Në moment që nuk e ki mekanizmin më ta mbrojt drejtësien, vjen ai forti edhe të shkel tyje. O, sa dush folni për drejtësi, du të me përdor njerëz, du të me formu njerëz që na i mbrojnë drejtësien. Në moment që nuk i njerëz që ta mbrojnë drejtësien, këtë është. Për këtë islami nuk e çmon vetëm drejtësien, mirë po edhe njerëz të cilët e kultivojnë dhe e mbrojnë do të thotë drejtësien. Islami esencial, islami i esencës, cili? Islami i të menduarit. Islam me mendu,
me fut mendje në përdorim, logjikën, me logjiku dashurit e me. Dhe Islami i esencës, Islami të vepruarit. Një musliman i cili flet, po nuk vepron, këtë. Kur është pyet profeti Muhammed a.s. çka është feja, ka përmbyll vesh me një fjalë. Feja është bashkëveprim, me punu. Çdo punë që e bën, mja dhonën atë shijen islame. Sot jemi të jetu në një kohë, i kemi dy ekstreme, që nuk do të flasë për këtë temë, se e kemi lanë për një temë tjetër. Sot i kemi dy ekstreme. Kemi fetar, të cilët çdo gjë të traditës, të kombit, dojnë me zhvesh pe fejes. Sikur që kemi kombëtar, që dojnë me zhvesh kombin nga çdo gjë e fejes. Të dyjat nuk bojnë dashurit e mi. Feja quhet fe kur bashkëvepron me traditën, me kulturën, me zakonët, me çështjet që i ka pas populli dhe ai komunitet. Kjo quhet fe. Ama tashti me e larguën do thot nga feja çdo element të popullit, të traditës, të kulturës, të atdhejut, kjo nuk është fe. Sikur edhe ty be fare heq. Nuk është atdhej me zhvesh çdo gjë të fejes. Këta janë dy ekstreme që nuk i bojnë dobi as fejes as atdhejut. Mirë po i bojnë dam. Të dashurit e mi, kur ignoranca kurejshite u grindën se kush do ta bartë gurin e zi. Ai guri i zi, cili është i vendosur në qabën e madhnushme, ishin 4 fise. Kur erdhi momenti për me fut gurin e zi aty, ishte guri veçantë, sepse Muhammed Mustafaja ka thonë, guri i zi është nga xheneti. Dhe secili fis thëjke, mu më takon. Unë po duket gurin e xhenetit me vendos. Mirë, po njëri i mequr, thaj diçka. Muhammedin e kemi armik. Amo për i meqëm do të mja dhonë dorën. Hajde shkojna, ata ta pysmi. Sa bukur është. O dashurit e mi, shtene logjikën në përdorim. Krejt njerëzit kanë më të kërku tyje. Në moment që nuk e shtin logjikën në mendim, këtë njerëzit kanë më largu prej teje. Thanë për ta vendos gurin në vendin e ti, dhe gati ata sa nuk u konfliktu në mes vete, atyre ju shfaq Muhamedi në krye të rrugës. Dhe Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam e mor një rob, bez, çarshaf, e vendosi gurin në mes, dhe secilit fesi tha, merre ti nga ky cep, ti nga ky cep, ti nga ky cep, dhe e ngretën. Po tashta kush do ta vendos? Tham, keni thirrë mua me daket fetfa. Une, ama ju jeni të gjithë pjesëmarrës në këtë. Dhe e vendos. Sa madhështore dashurit e me është kjo? Sa madhështore është kjo dashurit e me? Sa madhështore është njeriu i mequr më ta bë këtë zgjidhje. Po diçka është me rëndësi, këtu e kam pointën. Cilën? Ata nuk thanë, erdhë ky mjek rrushi. Ata nuk thanë, erdhë ky Muhamedi. Por thanë, erdhë besniku, i meqmi, i sinqerti, erdhë Muhamedi. Sepse besnikria ishte esenca e çështjes, dhe ajo ishte baze për parësijës. Besnikria edhe sot është qelësi i çdo esencës, mirë po të njëjtën kohë është edhe baza e përparësijës. Kush ka me pas prej neve përparësi? Ka me pas besniku. E keni vrejt edhe dikush që është një djalë, hiç nuk është i rrugës të hajrit. Ama bash hiç. Kur të vjen koha më martu, thot hoq, këshërbe më shumë ma gjetë një qik,
Një vajzë, mo du mu kone moralshme, e sjellshme, e familjes të mirë, e kështu. Po ti kërkun më rësi ki, ndashtun e amot që se e du. Me një fjalë natyra njerëzore e kërkon atë që është e vlefshme e pastërt. Kjo është bukur ta pasojmë pejgamberin alayhis salatu vesselam në çdo gjë. Por ta pasojmë vetëm në pamjen e jashtme, nuk i shërben qëllimet. Me pasu Muhamedit veç në pamjen e jashtme, nuk i shërben do thot qëllimet. Ndërsa pasimi i tij në besnikëri, në moral, në fisnikëri, në zemërgjërsi, në guzim, në bujari, në qëndres, në prindërim, vendosmëri dhe besimin e tij, këto janë shpirti i esencës profetike për me e pasuan. Jam të pasu Muhammedin. Ku është morali? Ku është besnikëria? Ku është fisnikëria? Ku është sinceriteti? Ku është dashuria? Ku është dëmshëria? Ku është falja? Ku janë këto? Unë jam të pasu Muhammedin. Dashurit e me. Muhammedin nuk pasuat vetëm me atë drunin, me atë misvakin në gojt i pastru dhamt. Jo. Muhammedi alayhi salatu vesselam pasohet në këto që i numrova. Dashurit e me, Sulejman el-Kanuni, njëri prej ulemave të mëdhej bashkohor, thot, kush merr parë sot, ka për të marrë urdhëra nesër. Është shumë interesante dhe shumë madhore kjo thonë edhe ju lutëm për me mbajt mend, për me mbajtën. Kush mashtrohet sot, kush merr rishfet sot, ka për të marrë urdhëra nesër. Shka ti thot tash ky shefi ai duhet me bë dhe ka me bë. Se zguxon ndryshe. Për këtë o musliman, mos u mashtroni. Se parja shkon e vjen, postët shkojnë e vinë, mirë po aja që mbetet është fisnikëria, besnikëria, qytetaria, burrëria, kjo është madhështore, dashurit e mi. Shteti në të cilën është përhapur rishfeti, aty mund të bësh çfarë të duash, thot ky dietari. Në familje, në shtet, çdo kund ku përhapet rishfeti, aty mund është me bo çka dush. Pse i mirë i sot në disa vende muslimane nuk mundet me u avancuan? Pse? Sa i nuk e ka atë shpirt për me dhonë rishfet. Pse nuk mund në vendet ku ka musliman me u avancu i dishmi? Sepse i dishmi, i formumi, a i nuk jep rishfet. Besimtari nuk jep rishfet. Kush po ngritet dhe po avancuat? Këta që japin rishfet, u krytë thot puna. Po unë edhe ti dobi me dit një sen. Kush merë sot, ka për të marrë urdhëra nesër. Muslimani është shumë i hapën dhe shumë mendje ndritur në këtë pikë. Dhe është shumë do thot i kujdesshëm. Për këtë dashurit e mi, ai i cili qëndron korrekt në kufit e Allahut dhul xhelal, në punën e tij dhe ruhet nga tradhtia e detyrës që është ngarkuar, ai tek Allahu konsiderohet mujahid. Ai i cili i rrin besnik detyrës së tij, profesionit, misionit. Ai që i rrin besnik, ai është në xhihad të bon. Xhihad është të bon. Punëtorin tonë, mobilerin tonë, te automekaniki aty, në çdo profil, te bujku, te restoranti, te pompa, te marketi, në çdo profil të jetës, e ke marrë ti përsipër dhe duke i qëndru besnik asoj detyre. Pasha Allahin e lum ti je mujahid. Gjihadi e të bo. Po hoxhën e marrë pare, o shumë e njeri ato marrë pare, pa atë kesh përdur detyrën. Na kemi nevoj për njerë që marrin pare i rritin fëmijët me halal. Sot problemi i madh është që sot është bo një dikush ma ka paston edhe një rregull ekonomik
që sa është i vërtet, sa është i shkrum, po flitet, ban që ka dush veç i fukara mos rre. Gabim i madh është kjo. Fukarallahku nuk është dopsi. Fukarallahku është krenari. Në moment që ti e shfrytëzon, punon, nuk ndalesh, angazhohet, po ka që është risku prej Zotit. Vallahi është krenaria më e madhe nga Zoti Xhaleshanuhu e Xhale Xhelaluhu. Ky mujahidi i triumfit të fesë dhe lartësimit të fjalës së Zotit Dhul Xhelal. Ky në atë punën e vet është duke e bën këtë xhihadin e madh. Për këtë dashurit e mi, Islami e ka lidhur tër jetën me moralin. Çdo gjë, çdo kund ku të preksh, e ka lidhur me moralin. Kështu që nuk ka bërë ndarje mes dijes dhe moralit. S'ka bo. Problemi është me bo mu kon i dishëm, i pa moralshëm, o Zoti i madh. Me bo me kesh përdor dionien, je i pa moralshëm. Me bo mi dhon kohje, d'gabushme, me vetdije, dijes, je i pa moralshëm. Me bo me shkatru dhe me bo zullum, për mes dijes që ta ka dhonë Zoti, ti je do thot i pa moralshëm. Sot, nuk lullzon zullumi, përveç se me bekimin e njerëzve dijes. Pa moralshëm. Këta janë ignoranta, po e kanë vesh robën e të diturit. Se këta janë ignoranta, se i meqmi e vlerëson dijen. Keni vrejt kur të takosh profesor, për shembull. S'ta jep notën, dhejt që s'ta jep. Nonë që e ki, unë kry puna. A di shka të thët? Unë nuk e në qes pusht vlerën teme, dijen teme. Kjo është guximi ma i madh. Kjo është njeri moralshëm. Ata njerëz që e shesin diturien lirë, për pak pare, s'ka diturie. Ata janë të pa moralshëm. Këta janë do thot pa moralshëm. Prandaj, morali është thelbi jetës islame dhe thelbi natyrës së islamit. Morali. Thelbi natyrës së islamit. Dashurit e mi, të gjitha kurthët që ngrehen kafshëve, ideja tyre bazohet të mashtrimi përmes ushqimit. Keni pa përmes zoni kafsh, përmes ti me marrë me punu, e mashtron diçka me një misër, me një bari, me një diçka. Krejt kafshët mashtrohen përmes ushqimit. Ku. Shka e ndo njerëz, me një dark i mashtron, me një drejt. I mashtron, përmes ushqimit. Hajë ma qëtë një dark, kryet dhe thët puna, kryet dhe thët kje puna. Ka. Kjo është e kafshët. Kafshët mashtrohen përmes ushqimit. Burri, muslimani, fetari, nuk guxon mu mashtru përmes ushqimit, o dashurit e mi. Nuk guxon me mendu vetëm për i kërthizës deri të gjojt. Zban. Kështu edhe popujt, të cilën gjën kryesore kanë barkun, ata janë, në udhubila, si kafshët. Është e lehtë shumë me i gjujt këtë kategorit njerëzve. Me një peshk, kryt do të puna. Sa të nderin e në nshkrun, me një dark, me një drejk. Ku? Po mos ju kallëzoni kujna ju. Është e lehtë me i gjujt këta njerëz, ndoshta edhe më lehtë se sa ata. Ty ta merr mendja që këta janë kredibile, janë për këtë arsye mos e ulni, ka thonë Muhammed Mustafaja, jepni pesh vetëvetëve t'juja. Një muslimane që nuk i jep pesh vetëvetës vetë, merja 4 tekbire, falje gjenazën, kjo ka dek, apo kjo ka dek, o kry do thët puna. Për këtë dashurit e mi, thot njani për ulemave, për çfarë të flasim? Duhet të flasim për dashurin ndaj Zotit, pra para se të flasim për urrejtjen ndaj shejtanit.
Kini pa një njëri, e ka kap shejtani, shejtani e ka cytën, shejtani e ka shtinjën, shejtani... Lene bre shejtani se e keni bo gogol e keni bohen. Wallahi, krijes ma frigacoke, se shejtani nuk ka. S'ka krijes ma frigacoke në moment që ti thush me iman. E'udhu billahi mine shejtani rajim. Që në hanë të riqë, po qëfar në hanë të riqë, mëra i kje, shkaj ku me ditë se kur ka shkuën tash. Ha? Frigacoki, ma i madh prej krijesave është shejtani. Njerëzve fol një për Zotin, për dashurin për Zotin. Që pitot një mëre, ja nisin derë se një javë të kallëzuën aty, shejtani qysh i ka hin njoni, qysh e ka kap njoni, qysh e ka qitë hoxha, qysh... Ja një mëre se këta e në palavra. Ha? Kemi nevojë më ju kallëzu njerëzve për Zotin ati që është mi falë. Për çka t'ju flasmi njerëzve? Të flasmi njerëzve për dritën e melajkeve, të angjëjve, dhe dashurinë e tyre që e kanë për njerëzit. Para se t'i flasim për errësirë, për e gjina, për shejtan, për luftra kundër të mirëve, të këqeve, gjëra të ngjajshme, folni për melajket, krijesat krijuar prej dritës. Ato që bojnë në çdo moment istikfar për mua dhe për ty, në moment që kemi bo një gabim. O, Zoti më, folim për me lajke, thirrni me lajket janë prej pjesë e shpirtrave tona, familjeve tona, e bizneseve, punëve tona. Mine herë jam të qeli biznes me shku të hoxha me fry shejtani, pa mine herë ashtin e qelësin shejtani ta. Me lajke, o doshurit e me, lene atë punë, me lajke. Ama ata që si kanë prezent me lajke, i kanë qëta. S'kan. Shka t'ju flasmi njerëzve? Flasmi për mshirën e Zotit ati që ofsh mi fal. Ja, Rab. Para se të flasmi për dënimin. Si t'janis t'u t'kallëzu për dënimin. Qysh kanë vëtë hangë gjarpënet në varë. Hej, subhanallah. Na trishtove mërbur. Fali për rahmetin e Zotit. Kur t'ka planë rahmeti Zotit, vallahi krijesat e tokës as nuk guxojnë më të këshirë ty edhe mua. Foni për rahmetin e Zotit që thot, mos i humbni kur mos i humbni shpresën tek falja ime, te rahmeti im. Kur mos e humbni. Për këtë, para se t'ju flasmi njerëzve për dënim. Shka t'ju flasmi njerëzve? Nëse ke mundësi me thirr e zonin më dhaferat. Ok. T'ju flasmi njerëzve për xhenetin. T'ju flasmi njerëzve për shpërblimin. Për këta t'ju flasmi njerëzve. Para se t'ju flasmi për ngushticat e xhenemit. A dhe sa bukur është mi fol njerëzve për xhenetin. A dhe beso njerit falenderan, mi u dhonë kurajo, mi u dhonë shpres, mi u tregu rahmetin e Zotit, mi u treguën që i fundit, që ka me hyje në xhenet, e ka gjërsin edhe pasunin, sa dhe deri 100 personat, ma të pasur që i ka njohë dynjoja. I fundit, o burë, zhag ka dollë për i xhenemit u në xhenet, zhag. Po ti që i bje Zotin sejgjde, po ti që i jep sadak, po ti që i agjeran, po ti që i fal vllon, po ti që ki dashamirësi për tjetrin, po ti që i ashtrin dorën tjetrin, po ti që i human, po ti që i këshilltar, ha? O Zotë madh, çka ka thënë Zoti për këta? Ti e ki xhenetin, ka ardu samawati wal ard. Sa gjërësia tokës dhe qiejve. Fali njerëzve për xhenetin, o dashurit e mi. Si fali për ngushticat e xhenemit. Se njerëzit kur për ndëgjoj që ta, kur unë s'muj me në xhenet. O valloj krejt mujna me në xhenet. Edhe diçka, me pak, mos munoni me bo punë të mëdhaja. Me morr atë fakturën që ka 100 euro të rrymës, mos e merr. A ki 50 cent mishti? 50 lej. Qështu fitohet gjë? Allah, unë s'kam mundësi shumë. Pak. Xheneti qështu me pak. A mo të vazhdueshme. Punë të vogla, a mo të vazhdueshme. Çka t'ju flasmi njerëzve?
Folni njerëzve për fuqinë e besimit. Para se t'ju flasmi për dobësinë e njerit. O vallai, ka qenë i shok i Muhammed Mustafas, që me bo mi fryf, e ke urdhzuar. Mirë, po ka pas zemër të madhe, kur ka thonë Muhammed Mustafa, kush po shkon mi u knu Kur'an, këtyve pa besimtarve, ka thonë, onë e shkoj. Kush bre, që ky kom të hëlla si karcilli, ja? Po, se burëria e besimi nuk matët me kilogram. A e kam gjyk si 1 metër me 1 metër, a ushtroj bodybuilding. Jo, besimi është shumë një armë më sheft. Folni njerëzve për besim. Që aty flasmi njerëzve? Folni njerëzve për dije. Folni njerëzve për karakter. Folni njerëzve për formim. Para se t'ju flasmi për ligje. Tja nis ligjen. Ka dalë burr, se mas pori unë du të me pas dije, për me kuptu ligjen. Du të me pas formim, për me kuptu ligjen. Shka t'ju flasmi njerëzve? Folni njerëzve për etik. Folni njerëzve, jo veç për etik, edhe për estetik. Se Islami flet për estetik. Më duk bukur, i pashëm, i pastërt, aromë të mirë, pedant. Gjithkush, jo veç me pas qef me marrë një fotografi, po dhe me nejtë me tyje. Folni për estetik njerëzve. Nuk është estetika veç me shku me po operacione plastike, mi rrit vetlat apo buzd. Jo, mëre, veshje i pastër, aromë të mirë. Zoti ta jep nurin, ta jep. Për si se ne folni njerëzve dashurit e me. Për ndryshe, do të lind një turm njerëzish që do të kenë argumentet për jo kulturën, jo shpresën, jo optimizmin për të vepruar me ta. Allah na përdor për hajër dhe për të mirë. Alhamdulillahi.